Do të bëjë që të vonohen me shumë deputetët edhe protesta e cila është paralajmëruar nga shoqatat biznesore në lidhje me daljen në treg të hapur të energjisë për mbi 1300 biznese në tërë territorin e Kosovës dhe që të njëjtit pra sot nga ora 11 deri në 12, njëjtë në kohën kur do të mbahet, është planifikuar të mbahet edhe seanca e kuvendit e 30 me radhë për ta konstituar përbërjen e dalë nga zgjidhjet e nënshkurtit, pra dhe kjo mbase do të ndikoj që të ketë edhe vonesat të deputetëve. Kjo pas parasysh që edhe në tentimet e kaluara, zakonisht 25 deri në 30 minuta kanë qenë çdo herë vonesat e ligjvënësve për të ardhur në sallë dhe për të nisur seanca dhe punimet e rregullta, mirë po për sot mbetet të shihet nëse do të ketë edhe ndonjë diskutim të tyre para hyrjes në kuvend me protestuesit që tashme veç kanë filluar të mblidhen para ndërtesës së qeverisë tek sheshi Skënderbeu, por edhe nëse do të ketë edhe deklarimet e tyre para medjave në lidhje me këtë zhvillim, pas parasysh që edhe reagimet kanë qenë nga partitë që deri dje ishin e opozitë, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës si më të zëshmet në këtë drejtim, duke e kritikuar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për të dalë në treg të hapur dhe duke thënë që qeveria në detyrë do duhet që të dilte krah këtij komuniteti, pas parasysh që janë ata të cilët e mbushin arkën e buxhetit të shtetit me para dhe janë ndërfinancuesit kryesor të buxhetit të shtetit, po ashtu edhe të paguesit dhe punëdhënësit më të mëdhenj. Derisa sa i përket punimeve në seancë, nuk pritet ndonjë befasi, pas parasysh që në 48 orët e fundit nuk ka pasur ndonjë lajm qoftë për ndonjë marrëveshje politike, qoftë për ndonjë takim të krerëve të partive apo të individëve brenda partijak mes vete që do të kontribonte në zgjidhjen e këtij ngërçi, pavarësisht që ka pasur një intervistë nga kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Lima, i cili edhe një herë ka përsëritur qëndrimin e vet, që është i gatshëm të japë 3 votat e nismës për faktikisht për të krijuar institucionet e reja, mirë po që i njëjti të jetë pjesë e një marrëveshjeje për bashkëpunim parlamentar. Pra zotri Limaj nuk kërkon hisen në qeverinë e re të Kosovës, e cila do të udhëhiqej nga Albin Kurti, pra qeverinë Kurti 3, mirë po vetëm bashkëpunim parlamentar që do ta bënte atë, pra zotrin Limaj, kryetar të kuvendit, dhe më pas edhe do të kalojë ky ngërç, i cili ka mbetur pra kuvendi i bllokuar tash e 30 herë nga 15 prilli, kur nuk po arrin që të konstituohet ASS. Derisa vlen të teksohet që qëndrime nuk ka pasur të ndryshuara as nga partitë që deri dje ishin në opozitë, përfshirë këto PDK-n, LDK-AK-n, të cilat janë tek qëndrimi i tyre që nuk japin vot për Albulina Haxhiun për krye parlamentare, meqense sipas tyre e njëjta ka qenë përçarse dhe përgjatë karrierës së saj politike nuk ka kontribuar në unitet mes partive, por ashtu është përmendur edhe hedhja e gazit lotësjellës në ato seancat për demarkacionin me malin e zi, dhe derisa edhe qëndrimi rreth kryeparlamentarit i partive është i ndryshëm i këtyre 3 partive, pa të cilat pra nuk pa arrin që të bëhet edhe konstituimi i kësaj legjislature, derisa partia më e madhe që ishte faktikisht në të kaluarën në opozitë, Partia Demokratike e Kosovës, dhe e cila ka dalë dyta në zgjedhjet e nënshkurtit, ka thënë që përveç Albulina Haxhiut nuk do ta votonte për kryeparlamentar asnjë nga anëtarët e kabinetit qeverisë Kurti 2, të cilët kanë qenë pra ministra, por ka rreth 40 emra të tjerë që Albin Kurti mund t'i qetë pra në votim dhe t'i maste nëse do të merrshin votat për kryetar të parlamentit, derisa Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë që nuk do ta voton asnjë kandidat të propozuar nga lëvizjave të vendosje për ulsen e shefit parlamentit, derisa Aleanca për Armërinë e Kosovës i ka dhënë 3 emra të cilët do të mund të bënte kompromis, pra dhe t'i votonte pa asnjë kusht tjetër. Ato janë Saranda Bogojevci, që ka shërbyer si nënkryetare në legjislaturat e fundit, në legjislaturën e kaluar, si dhe Shqipe Mehmeti Selimi, gruaja e Recep Selimit, i cili po gjykohet në Hag, që është deputete e lëvizjes vetëvendosje, por AKJ do të votonte edhe pro Glauko Njufcës, ish kryetarit të parlamentit në legjislaturën e kaluar, në rast se i njëjti do të hidhej në votim. Derisa nisma të qëndron tek
pozicioni i saj, pra që është vetëm bashkëpunim parlamentar dhe vetëm me Fatmir Limajin për kryeparlamentar, meqense edhe sipas deputetëve të kësaj partie, Gjevahiri Ismaku dhe Arbresha Krasniqi, në prononcimet e tyre që kanë dhënë para mediave në këto tentimet e fundit, kanë thënë që zotri Limaj është një politikan me përvojë të madhe dhe do t'i bënte nder pra kuvendit emrimi i tij si kryetar i godinës ku bëhen ligjet. Derisa pa pasur pra një këso zhvillimi tjetër, gjithçka tjetër do të përsëritet dhe besojmë që do të jetë e njëjtë, pas parasysh që krejt këto tentime deri sot pra i 30-ta janë bërë pa ndonjë rezultat konkret, pa ndonjë zhvillim të ri. Kemi këtu edhe deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës, Sala Jasharin, bashkëkryesuese me Avni Deharin. Jemi drejt për drejt në Klan Kosova, nëse mund të marrim një deklarim tuaj të shkurt në lidhje me pritje që keni nga seanca sotme. Mi thonë të drejtën, nuk është që pres diçka ndryshe, por është e çuditshme dhe e habitshme fakti që janë duke pritur deri në seancën e 30 për të bërë një rezultat që është dashur me qenë qysh në ditën e parë. Është habitshme fakti se seanca konstituive do të mund të kishte një rezultat pozitiv brenda 5 minutave. Dhe kjo çfarë po ndodh është më të vërtet një kaos i madh për institucionet e Kosovës dhe që do duhej të reflektonin deri tash dhe të kalonim në fazën që do duhej të ishte. Kështu që çka është duke ndodhur tash është më të vërtet e habitshme dhe që pres që të ketë reflektim. Ju keni pas her pas here edhe kritika për bashkëkryesuesin këtë rast deputetin më të vjetër që vjen nga vendosja Avni Deharin. A vazhdoni të keni edhe më tej këtë qendrim? Çfarë është duke ndodhur është vetëm një përsëritje që më të vërtet është shumë e dëmshme për të gjithë, madje edhe për neve nuk është fare e lehtë që të krijojmë një përsëritje të her pas hershme brenda 48 orëve. Sigurisht çka mund të them është Astrid, më falni. Zotri Dehari është vetëm duke bërë atë çka i kërkon partia dhe nuk ka ndonjë mundësi tjetër se si të kaloj. Do të ishte mirë që dikush t'i thoshte që edhe ka mundësi nëse ai vetë dëshiron që të largohet nga pozita e tij, do të mund të zaventojë nga antari më i vjetër, po ashtu i partisë së vetëvendosjes, në atë formë që ta ruante integritetin e tij. Por më të vërtet mendoj që është shqetësuese dhe shpresoj që të bëhet një reflektim. Dhe më shpresë që do të ndodhë diçka sot, por që siç po shihet deri tash nuk kemi ndonjë informacion që do të ketë diçka ndryshe. Nga vetëvendosja është përmendur edhe emri juaj që do ta votonin për nënkryetare pas blokadës që do të vinte pra me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nga radhat e Partisë Demokratike vetëvendosja ka thënë që do ta votonte emrin e juaj për kryeparlamentare. Si e shihni këtë deklarim nga vetëvendosja? Duhet bërë një dallim që është shumë i dukshëm. Kryetari i Parlamentit të Kosovës duhet më patjetër të jetë një prej emrave unifikues dhe është një prej zgjedhjeve që duhet të bëhet nga të gjithë Parlamenti i Kosovës, ndërsa nënkryetaret janë kryesisht partijak dhe është çështje që zgjidhet nga partia, kështu që në këtë rast nënkryetari i Partisë Demokratike zgjidhet nga vetë partia. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishim bashkë me deputetën më të re të kësaj legjislature që vjen nga radhat e Partisë Demokratike të Kosovës, Sala Jasharin, dhe e cila edhe një herë dha qëndrimin e saj dhe të partisë që është i pandryshueshëm, pra që nuk do të votojnë Albulina Agjiun për kryeparlamentare, por që ka edhe emra të tjerë të cilët brenda koalicionit më të madh të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit do të mund të marrin besimin. Kemi edhe deputetin Heguran Murati, i nderuar, si janë pritjet e juaja sot për këtë seancë? A besoni që do të ketë ndonjë ndryshim? Duhet deputet me kry obligimin e vetë kushtetues, me votu, për kundër ose abstenim, që është të kushtetuta. Që 21 herë deputetet e opozitës pra e shkelin kushtetutën duke mos marrë fare pjesë në votim. Sot do të vazhdoj kjo skenar. Ishte ministri në detyrë i financave Heguran Murati, i cili edhe kënë e dha edhe një herë qëndrimin e partisë së tij që presin reflektim nga partitë e tjera të cilat nuk po marrin pjesë në krijimin e komisionit për votim të fshehtë, gjë që do ta bënte pra kryeparlamentare Albulina Agjiun, derisa partitë e tjera që deri dje ishin në opozit janë duke këmbgulur dhe nuk po marrin pjesë në votim me pretekstin se është shkelje ligjore ndrimi i votimit në mes të procedurës, pra meqense kishte pasur 6 tentime në votim të hapur për Albulina Agjiun për kryeparlamentare dhe më pas nga një muaj e këndej është vendosur që të krijohet komisioni për votim të fshehtë, çka për partitë që deri dje ishin në opozit nuk është i pranueshëm. Derisa një lëndë është edhe në gjykatën kushtetuese, sa i përket çështjes së refuzimit
për votim nga deputetët pra të këtij komisioni dhe edhe me tej kur janë bërë rreth 1 muaj pra nga dërgimi nga Aleanca për Armërinë e Kosovës në gjykatën më të lartë në vend, nuk ka ndonjë verdikt apo ndonjë akt gjykim nga kjo gjykatë në lidhje me këtë çështje. Pa më herët gjatë kohës sa po intervistonim edhe Saleh Asharin që në kuvend ka hyrë edhe kandidatja për kryeparlamentare deputetja Albelena Haxhiu, mirë po nuk ka pasur deklarim për gazetarët dhe do të mbetet të shihet nëse e njëjta do të prononcohet pas përfundimit të vazhdimit të sotëm. Mirë, Flamur, faleminderit për gjitha këto detaje ekskluzive në fakt që e sjellë gjatë këtij